i mirë. Pra ju duhet të vini edhe të bëni një check-up. Check-up do të kontrollohet i krejt trupi. Jo dhe të bëni, do me thonë, dhe të jep një intervistë mirë mjeku. Pra, dhe të pritni që mjeku t'ju pret në koridor. T'ju merë me vete, t'ju pyet që shjeni rrugës, të shkoni në dhomë, të ulleni në kariken përballë mjeku, që të mund të shihni mjekun edhe juve mjeku t'ju shë. Edhe dhe t'i tregoni shqetësimet e juve, dhe t'ju pyet mjeku, a keni shqetësime? A ka diçka që të shqetëson, dhe t'ju pyet detalisht për cilën pjesë t'ju jenë. Sepse ndonjëherë ajo thuhet djalli më shefet në detaje, më kupton, pra mund të më shefet dikund në një detaj që për ju mund të jetë i parëndësishëm për mjekun i rëndësishëm. Edhe po pastaj dhe të fillon kontrolla si akt, dhe t'ju kontrollojnë krejt çka duhet kontrolluar brenda asaj kohës, edhe t'ju uleni prapë para mjekut dhe thotë tani dhe të bëjmë analizat. Të bëjmë analizat çka?